Është kjo që do të shohim një shkëmbim mesazhe mes Lajçak dhe Epstein, ku flitet për vajza, për udhëtime, për aranxhime. Ta zëm një prej mesazheve, këtu thotë që Saudia ta zëm e ka naftën, Moska i ka vajzat. Miro Lajçak thotë që Moska i ka edhe naftën edhe vajzat, pastaj është një varshkëmbimi që flet për aranxhime, për çështje të ndryshme, pra për aranxhime brenda dhomave të hoteleve ose çfarëdo lloj shkëmbimi tjetër, pra edhe mesazhe private përveç se emailë. Ndërlidhet me qenë se ky ka konsiderat për Sergej Lavrovin, Lajçak, me duket që herët ka qenë një zonë ndoshta, me qenë se në dosje flitet që dikun emri Putinit mund të përmendet për mbi 1090 disa herë, mos gaboj, po ashtu edhe i Kremlinit apo i Rusisë. Nuk do thotë që ndoshta për shërbimi rus del që ka punuar, si që thojnë gjermant, klug, menqër ndoshta me këtë figurë. Këtu janë momentalisht sendet pavërtetuara ende, por mendoj që edhe Lajçak hyn në radhën e tillë e cila përpos atij aspektit përvezativ, mendoj që e ka thot Trumpi për vetë ma herët, ka qenë ajo, me qenë se dalin foto shokuese, kompromituese për to dhe për shumë tjerë, kanë qarkulluar së tërë ditën, por mendoj që ajo ka një fjali për Epsteinin kur thot që e ka një pikë dopt, ato janë femrat. Dhe kjo tregon që edhe Lajçak ka hyrë këtë fazën e tillë, ka një shkëmbim atje te një emaili ku